ish banori i Big Brother VIP 4, Jozi ka reaguar për herë të parë pas largimit nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Në një reagim të gjatë të publikuar në Instagram, Jozi thotë se është provokuar por në asnjë moment nuk ka luajtur rolin e viktimës. Teksa kërkon ndjes për veprimin e kryer, ai thotë se ishte i sinqert dhe i drejtpërdrejt në atë lojë. Përshëndetje të gjithëve, uroj të jeni mirë. Dua të falenderoj nga zemra të gjithë popullin shqiptar që më keni mbështetur dhe përkrahur në këtë rrugëtim as pak të lehtë që kalova. Faleminderit për dashurinë që më dhatë gjatë qëndrimit tim në shtëpi dhe edhe më shumë, jashtë saj. Mirënjohje për secilin prej jush, si dhe për ekipin e Tapu Channel, që më dha mundësinë të isha pjesë e këtij formati kaq të dashur për të gjithë ne, një eksperiencë që do mbetet e paharrueshme në jetën time. U futa në Big Brother dhe zgjodha të luaj fort. Të pakt ishin ata që kuptuan lojën dhe vërtetësinë time. Zgjodha të isha i sinqert, i drejtpërdrejtë, pa filtra, dhe ndoshta pikërisht kjo më kushtoi në këtë rrugëtim. Ndjes për çdo që mund ta ketë përjetuar keq atë që ndodhi. Por ju siguroj se presioni, veprat dhe ngacmimet kanë qenë të shumta gjatë gjithë rrugëtimit tim kundrejt meje në atë shtëpi. Jam provokuar, por në asnjë moment nuk kam zgjedhur të luaj rolin e viktimës, edhe kur fjalët dhe veprimet e rënda më kanë lënduar thellë, kam heshtur, kam duruar, por edhe durimi ka një kufi. Për të gjithë ata që përpiqen të hedhin baltë mbi imazhin tim, kam vetëm një fjalë, balta që vjen nga rrumi, nuk të bën pis, shkruan Jozi në Insta Story. Gjithashtu pak orë para finales së madhe, ai ka treguar se mbështet Rozana Radin për fitoren e këtij edicioni të Big Brother VIP.